kaluar shumë kohë që nuk kam dalë përpara jush. Dhe sot, ndjej se është koha të flas përsëri. Gjatë gjithë kësaj kohe kam kaluar periudha të vështira, si fizike, emocionale, shpirtërore, por sot jam këtu, sepse dua t'i jap vetes një mundësi të re dhe dua t'ju marr me vete në këtë rrugëtim. Në këto muaj që mungova, jeta ime ndryshoi shumë. Fillova punë, u shpërngula më në fund dhe mora shtëpinë që ndëroja, më në fund vetëm. Por u përballa me stres, me lodhje, me momente ku doja të dorëzohesha, sepse nuk është e lehtë të jetosh vetëm në një vend të huaj. Ndonjëherë u mbasi motivimin, jo sepse jemi të dobët, por sepse jeta na sprovon më shumë se që presim. Në momentin kur mendon se më në fund po rregullohen gjërat, diçka tjetër ndodh. Dhe e gjen veten duke u përpjekur të mbash buzëqeshjen, kur brenda ndihesh bosh. Por edhe këto periudha kanë një kuptim. Janë sprovat që na forcojnë. Momentet që na tregojnë se sa shumë vlen të mos dorëzohesh. Sepse në çdo herë që bie, nëse ngrihesh, ke fituar një tjetër betejë. Shtëpia që mora ishte bosh. Dhe këtu është shumë vështirë t'i gjesh mobiljet njerë, pa le për të montuar. Shumë gjëra të vogla mundesh që t'i montoja vetë. Dhe pse për gjërat e mëdhaja më ndihmuan miqtë e mi, sepse këtu montimet të shkojnë shumë shtrenjtë. Megjithatë, ja arrita të krijoj një ambient familjar të ngrohtë, ashtu siç unë ëndërroja. Doja të krijoja ata ambientin që dikur kishim në shtëpitë e prindërve. Por çdo herë që ndihesha se po bija poshtë, kuptoja diçka, se nuk mund të ndalesha, sepse çdo ndalesë është një mundësi për të zbuluar diçka të re për veten. Sa herë që më ndodh diçka që më rëndon, unë kërkoj një mënyrë për ta kthyer në diçka të bukur. Ndonjëherë më pëlqen të pikturoj dhe bëj një pikturë si kjo. Më shpesh më pëlqen të bëj lule si këto. Përdor këtë materialin e satenit që nuk thahen kurrë. Futen në atë botën e bukur ku i le jashtë saj gjërat e përditshme. Zhdukem me lizën në botën e çuditërave. Një mënyrë për të shëruar shpirtin pa fjalë, por me veprim. Ja, kështu e shtyko, duke bërë lule. Shumë persona më kanë pyetur, a nuk të stresojnë me gjitha ato procese që kanë? Dhe jo, nuk më stresojnë. Përkundrazi, më japin një qetësi, një relaks, dhe mundohem t'i bëj me dashuri, kaq të bukur sa ata dalin. Proces goxha të gjatë, si që pa t'i presësh, t'i ngjitësh, pastaj të krijosh këtë trëndafilin dhe pastaj në fund t'a kompozosh në një tufë të bukur. Në fund, e vërteta është kjo. Askush prej nesh nuk është më ai që ka qenë. Vështirësitë na ndryshojnë, por jo për keq. Na bëjnë më të fortë, më të ndjeshëm, më të vetëdijshëm për vlerën e jetës. Sepse çdo herë që kalojmë diçka të vështirë, zbulojmë diçka të re për karakterin tonë dhe rritemi. Dhe kjo është arsyeja pse jam rikthyer. Për të treguar që pas çdo stuje lind një version më i mirë i vetes. Nëse edhe ti po kalon diçka të vështirë, mos harro. Ky nuk është fundi. Është fillimi i diçkaje të re. Dhe nëse ndiheni të frymëzuar nga kjo rrugë, bëhu pjesë e saj. Bëj subscribe, lëri koment, sepse ky kapitull sapo ka filluar dhe dua ta ndaj me ju. Ndonjëherë ne themi pse më ndodhin vetëm mua të gjitha këto, por në të vërtetë aty jashtë
ka plot njerëz me histori edhe më të vështira se tonat. Prandaj kam menduar që të sjell histori të ndryshme reale në videot e radhës dhe të ndajmë eksperienca të ndryshme. Nëse keni një histori që doni ta ndani me ne për të motivuar persona të tjerë, më shkruani në Instagramin tim @muska. Dhe shihemi në video të